Çfarë surprize. Isen Shabani bashkë me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari erdhi në Gosivar në mbledhjen e kuvendit të partisë. Shabani që kur shpalli kandidaturën si i pavarur për edhe një mandat si kryetar të Vrapçishtit, paralajmëroi ndarjen me Zjadin Selën. Por sot u shuan të gjitha dilemat. Ne e shohim se Aleanca është këtu dhe ne gjithë së bashki duhet ta bëjmë një. Unë kam biseduar me degën e Vrapçishtit, gati se gjithë janë gati mes pak atë dilemave që unë kam paraqitur, sot mora guximin dhe ashtu edhe ram dakord që ti eliminojmë gjitha dilemat dhe të vazhdojmë Aleanca të jetë sa më e bashkuar. Taravari tha se me shumë gjasa Shabani do të jetë kandidat i Aleancës për Shqiptarët për kryetar të komunës së Vrapçishtit. Isen Shabani prej sot këtu do të kooptohet antar i kuvendit të Aleancës për Shqiptarët këtu, edhe do të jetë me shumë gjasa. Normalisht kuvendi duhet në fund të vendosë, kuvendi degës Vrapçishtit do të jetë kandidat i Aleancës për Shqiptarët. Shabani u prit me duar trokitje nga antarësia, e cila i uroi mirëseardhje. Ndryshe, kur ndodhi përçarja e ASH-s, Sela në një anë dhe Taravari në anën tjetër, Shabani qëndroi në krahun e Selës si nënkryetari i partisë, por siç duket është penduar dhe tashmë pozicionohet në krah të Taravarit.